بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد فلن دريمة لما الله وتفجدون صلوات والسلام تفشد وتذكور الدور محمد صلى الله عليه وسلم طاعة وشير الله تفشد وتذكر اشتغل في ضمن الإشراف شفت الإجارات أبو شفرت شفت أبو شفت مبلوغة كنت ينتبين شفت النظام الوحيد الله جل شانه زكو نشت في بابا الدوكي فإذا هو الله جل شانه ذا الدوكي بار من يدوتي من دعاء مشهود فاشتغل مسلماني دعاء كافر أجلجه دعاء يمشت Parasema njeriu në namaz, duaja është pasi që njeriu të lidhur në namaz. Duaja është çdo herë, çdo herë përderisa ka afrim njeriu, përderisa jeton në këtë dunja, duhet që të bëj dua lutje. Pra çfarë do thot dua? Dua do thot shfaqja e nevojës, Allahu fuqiplot. Pra të shfaqesh si nevojshëm për Allahu xhalla xhanuhu dhe ti lutesh atij për diçka. Sikur që shfaqet një nevojë për të një personi të shkën, ti kërkoj diçka materiale, një ashtu dhe njeriu kur bën dua i shfaqet nevojën që ka për Allahu xhalla xhanuhu. Ta nevojën që ka dhe ndihmën që pret për Allahu fuqiplot. Allahu xhalla xhanuhu në Kur'anin e Kerim duas i ka dhënë disa kuptime. Pra, duaja ndërthen disa kuptime në vete. Kuptimi i parë i duas është ibadet, adhurim. Allahu xhalla xhanuhu çfarë thot? وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Pra, mos i bën dua, mos e adhuron. Pra, këtë duaja vjen në kuptim të adhurim. Pra, mos e adhuron të kënd përpos Allahu xhalla xhanuhu, i cili nuk mund që asë të dërtoj, pa asë të bëjë. Një ashtu, duaja vjen, si kuptimi duas është edhe ajo njeriu kur kërkon ndihmë prej dikujt, pra kërkon mbështetje. Çfarë thot Allahu xhalla xhanuhu? Ditën e Kiametit do të thotë njerëzve: "Wad'u shuhada'akum min dunillah." Pra, atire të cilët nuk kanë besuar Allahu fuqiplot në dunja, në Kiametit do të thotë atire, thirrni tash. Pra, këtu shkruajmë në fjalën e dua, thirrni tash ata të cilët ishin duke i adhuruar në dunja pas Allahu xhalla xhanuhu. Pra, kërkoni ndihmë për atire të cilëve ju në dunja kërkoni ndihmë. Pra, të mund të ndihmoni dikush. Një ashtu një kuptim për kuptimeve të duas është edhe kërkesa që ka njeriu. Pra për njeriu shprehet në kërkesë para Allahu xhalla xhanuhu, ajo quhet dua. Pra çfarë thot Allahu xhalla xhanuhu? Ud'uni astajib lakum. Pra ju parashtroni mua kërkesat e unë u realizoj kur kërkesat apo duat tuaja. Një ashtu i duas është edhe fjalë e mirë. Pra, kuptimi i duas është edhe fjalë e mirë. Pra, kur njeriu flet dhe në fjalë të mirë, se zakonisht njeriu bën dua në mund që të thotë dhe fjalë të keqe. Pra, Allahu xhalla xhanuhu i lutet me fjalë të mira dhe me fjalë të buta. Dhe i lutet për të mirë. Për këtë arsye ka edhe kuptimin e fjalës së mirë. Një ashtu me fjallën duanë në kuptim e thirrje, pra ta thirrish dikënd, pra i bëna davet dikujt dhe ne e dojmë.
Se i bën e davet, pra shfar përtohet me këtë fjallën davet, e kam thirë atë, apo shkojnë një davet, shkojnë një vet, me të cilën jena të thiru me. Një ashtu fjallë dua, përtohet dhe si të drimë. Allah që në shanë në shfarë të kulina Allahe, kulina Rahman, pra thuaj, ju lavdronja, Allah që në shanë në duke i thanë, Allah, apo duke i thanë Ar-Rahman. Në shfarë do që në lavdronja, Allah që në shanë ju arriti me cimin ti. Pra të bëni dua, ndash të thoni, o imadi Allah, ndash të thoni, o Ar-Rahman, o i ditë përshirëshëm, Allah që në shanë në të rejnë. Pra e një është, pra me fjallë, duanë, të me dhe, falenderimi që e për njeriu dhe Allah që në shanë. Pra për njeriu i qonë duar dhe i lutën Allah që në shanë, duhet të njeriu që në të një në kohë, a i e adhuran Allah që në shanë, pra për i thua shkoha i madhi Allah. Ti vetëm se e ka adhuruar, e shpren fjallë, të cilët fjallë, e me të cilët fjallë adhuruat Allah që në shanë. Apo është një formë për formët e të adhurimit Allah që në shanë. Një ashtu, qëfar për gjatë duas? Gjatë duas kërkom diçka për Allah që në shanë, pra ke kërkesa. Si njeri ju kënë kreduar, zakonisht plante për Allah që në shanë, dhe qdo e ka kërkesa për ti. Një ashtu, dhe të fjallë të mira, e fërek Allah që në shanë, dhe e ka fërën. Pra të gjitha kërtimet e duas, dhe alizon njeri ju i qonë duar, dhe i të Allahu fëgjërojnë. Cilëve njërës, apo cilët jam për njërësve të cilët Allah, të cilëve Allah që në shanë në mua këthem duar të pranë. është në fiqët i tim këto grupe njërësisht, ka se dhe edhe ne shpesher i takojmë këtyre kategorive. Pra një prej kategorive është personi i cili ka ndë një dërë të madhë. Pra këti personi të pranohet duaja. E qërë se aji i bën sabër dërë të vetë, se këndisë së vetë, gajrës së vetë, sprovës që ka dhënë Allah Gjeleshanë, dhe në këtë moment, në të këtë fjallë të qia të pëjtë dhe një dua të mirë, pra së në që është njeriu i sëmur, pra përshmenë të njeriu i sëmur në vizit që paritemi ati, bën dua për ne, pra në vizemi rastësisht, vizemi nga se duaje e të sëmurit, atë duaje ati personi i cili ka dhe një tërë për i kohë, duaje ati Allah Gjeleshanë nuk e këthem prapë. Një është duaja e cilë më këthem prapë është duaja e prindin që janë më fëmijët të vetë. Edhe tu është për të habiru se shveneri prej nesh gati se është prind apo dhe të bëhet prind. është prind apo dhe të bëhet prind. Se është të dzujmë ne këtë situatë për t'i bëhet dua Allah Gjeleshanë për të mirën e fëmijët tonë. Ne zakonisht në ty me çdo kush që t'i bëjmë dhe një të mirë fëmijët. Mirë po duan e kemi larguar për kërës tonë. Nuk në shmanë tërmen të njerë të themi moj i madhi Allah, udhëzorë fëmijën tim, jepi të mire në këtë botë dhe botën tjetër, pra nuk i në shtohen Allah Gjeleshanë dhe të ti në shpikit i lutën e për fëmijën tonë. E qërë se ti e bëjmë në gjithë të tilë, duaja i të të pranohet, pra duaja e babës për fëmijën e vetë nuk thehet prapë. Duaja e nënës për fëmijën e vetë nuk thehet prapë. Pra duhet jemi të kujdeshëm, e qoftë se besimtarët ishin qenë të kujdeshëm dhe duar, si kur janë të kujdeshëm dhe gjërave materiale, që tua sigurej fëmijëve të vetë, Allahu e di, pra të gjitha të mira dhe të kishin fëmijët muslimanë. Nësë njeriu kur i bën dua fëmijët të vetë, ai edhe edukon si pas frymës islame. Edukon si pas frymës islame. Dhe i bën dua pra duaja e prindit, që janë të fëmijët Allah Gjeleshanë mund të këthem pra të dua. Një është të njerëzit, për të sikë Allah Gjeleshanë mund të këthem dua në pra është edhe udhëtit si i drejtë. Një është personi i cili është i devotshëm. Në qoftë se takosh me personi i cili është i devotshëm, apo shohish devotshmëri tek ai, kërko prej tij që të bëj dua për ti. Nga se duaja e tij nuk themi prapë. Një është duaja e fëmijut, që është i kujdesshëm në sjellje me prindin e tij, duaja e tij nuk themi prapë. Pra kur themi duaja e fëmijut që është i kujdesshëm me prindin e tij, pra Allah Gjeleshanë neve na tregon se cila është
sjellje e mirë. Sjellje e mirë me prindit është që fëmiu, prindit mos ja dhëtë fjalët e më të vogël e cila shpeh mos mendsi, pra as ofë mos i thot prindit të vetë. Pra në qoftë se bërë shpejtire njerëzve, shpejtire fëmijëve, që sillen në këtë mënyrë me prindrit e tyre, atëherë ta dinë se duaja ime nuk thëhet prapë. Pra ta dish se duaja ime nuk thëhet prapë. Njashtu duaja e agjeruesit kur bën iftar nuk thëhet prapë. Duaja e muslimanit që ja bën vllahut të tij, duke mos qenë prezent, nuk thëhet prapë. Pra jemi të bërë dua, se zakonisht ne bëjmë dua vetëm për vetën tonë. Në qoftë se dëshirojmë që duaja ime mos thëhet prapë, atëherë bëm dua për vllahun tënd, për shokun tënd. Ta di se kjo dua çka e bën nuk do të thëhet prapë asnjëherë. Njashtu duaja e musafirit dhe duaja e personit i cili bën tauba, pra pasi që bën tauba duaja e ime thëhet prapë. Është të rëndësi të përmendim kur është fjala e musafirit. Ne shpesh na vjen puna që të jemi udhëtar, shkojmë diku. Gjatë udhëtimit, nëse ka shumë njerëz të cilët falin namaz kur janë në vendin e tyre, mirë po kur marrin rrugë për diku rrugë të gjatë, atë namazin e kanë nënsh. Namazi i udhëtarit dhe duaja e udhëtarit nuk thëhet prapë. E çfarë bëjmë? Gjatë udhëtimit, bashkë atë dua nuk thëhet prapë në këtë Allahu të shënojë. Pra gjatë udhëtimit do të caktojsh mislikim një kohë. Jashtë namazit nuk bëjmë fjalë, të cilën kohë do t'i lutesh Allahu xhaleshanu pra ke marrë për në Turqi, apo ke marrë për diku tjetër, shfrytëzoje kohën për dua. Duke patur parasysh se Allahu xhaleshanu duan tonë në të prapë. A ka kushte duaja? Pa dyshim se ka kushte. Allahu xhaleshanu nuk pranon çdo dua. Çdo dua Allahu xhaleshanu nuk pranon. Kushti i parë i duas është kur njeriu t'i lutet Allahu xhaleshanu të jetë i sinqert me Allahu xhaleshanu. Kërkesa që ja parashton Allahu xhaleshanu nuk duhet që t'ja ketë parashtuar dikujt tjetër jashtë Allahu xhaleshanu. E qofse njeriu kërkon udhëzimin e Allahu xhaleshanu, e qofse njeriu kërkon prej Allahu xhaleshanu që ai ta largojë prej situatave të rënda të kësaj bote, këtë kërkesë duhet që t'ja parashton dhe në njeriu të dunjës. Pra kërkesa që njeriu ja parashton Allahu xhaleshanu nuk duhet t'ja parashtojë dhe njerëzve gjatë jetës së kësaj bote. E qofse ja parashton një kërkesë edhe Allahu, edhe njerëzve, ai duan bëhet kabul. Ai duan pranohet. E qofse i thua dikujt njeriu, ma më mësoj që të pasurohem. I drejtohet një pasanikut, i thua më mësoj që të pasurohem. Pra më jep pasurit të madhe. Edhe njëtën kohë i thua edhe Allahu thua që duhet më mësoj që të pasurohem. Pra kjo dua nuk i pranohet tek Allahu xhaleshanu. Edhe këtë dua nuk i sinqert. Pra duan që ja bëjmë Allahu xhaleshanu, kërkesat që i bëjmë Allahu xhaleshanu, nuk duhet që t'ja bëjmë asnjë për njerëzve të kësaj bote. Jashtë e kushtet e pranimit të duas është që njeriu të jetë pra të kapur për urdhat e Allahu xhaleshanu, pra të bëjmë obligimet e Allahut që plot. Të zbadojë urdhat e Allahut që plot. Jashtë kërkohet për njeriu që ai të largohet prej gjërave të cilat e kanë ndaluar Allahu xhaleshanu, qofshin ato pra qoftë prej gjërave të cilat i han, apo prej gjërave të cilat i vijnë, apo prej dëshmëbatjes. Tregohet në hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pra transmeton në Buhariun, thotë o ju njerëz, me të vërtetë Allahu xhaleshanu është i mirë dhe nuk e pranon. Pra shikoni nuk e pranon jashtë se të mirën. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë Allahu xhaleshanu me çfarë i ka urdhëruar të dërguarit, i ka urdhëruar edhe besimtarët tjerë. Pra, që me gjërat me të cilat i ka urdhëruar besimtarët, i ka urdhëruar edhe të dërguarit Allahu që plot. Pastaj hadithi pak më poshtë është përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një person i cili ka marrë në një rrugë të gjatë. Esh'af
akbar, i pluhërosur, flokët i katër të lodhitura, i qonë duart me qirë dhe i lutet Allahu Gjeleshanu duke thonë, o Zoti im, antërsa thot ushqimi i ti është haram, pija e ti është haram, veshmbartja e ti është haram, pra çdo gjë që ka bërë është prej haramit, dhe si mendon ai njeri që Allahu përgjigjet atij? Pra në qoftë se çdo gjë që posedon, dash ushqimin, dash veshmbartjen e ti e haram, atëherë si pret përgjigje për Allahu Gjeleshanu nuk i qonë duar, apo me shpar fitire i qonë duar dhe i lutesh Allahu Gjeleshanu duke i thënë po Zot pranoma duan. Pra si mendon që Allahu të na pranon duan, kur ti nuk e ke përder urdhën e Allahu Gjeleshanu apo ndarjesën e Allahut fuqitor. Njashtu kërkohet për njeriu që kur bën dua, nëse dëshiron që ti pranohet duaja, ai para duas të bëjnë një vepër të mirë. Pra të bëjnë një vepër të mirë dhe të bëjnë dua. Si për shembull të shkoj dhe të dhuroj dikujt në një pasuri, në një pjesë të pasurisë, të ndihmoj dikujt, të largoj në një derë dhe pas të saj të bëjnë dua. Një dietar tregon thotë, duaja ai si shembull në respektin e prindërit. Duaja e cila bashkangjitet me respekt dhe prindërve është sikur ushqimi i cili i hudhet krip. Pra ushqimi pa krip është tamam jo. Kur i hudhet krip, atëherë merr shiket e vet. Njashtu edhe duaja nuk është tamam përderisa njeriu nuk ka bërë ndonjë vepër të mirë. Kur ai bëj ndonjë vepër të mirë, atëherë duaja ka bërë tamam dhe inshallah do të jetë pranuar tek Allahu fuqiplot. Njeriu është mirë që t'i kërkojë kohërat në të cilat pranohet duaja. Pra gjërat që preferohen gjatë duas është, pra për shembull njeriu mund t'i kërkojë disa kohëra si kur është dita e Arafatit, Ramazani, dita e Xumas, pra në ditën e Xumas Allahu Gjeleshanu ka bërë një orë në të cilën njeriu i lutet, nëse i lutet Allahu Gjeleshanu, Allahu nuk ja kthen duan atij pas. Njashtu koha para agimit të mëngjesit, pra koha e sufirit, në atë kohë pushtohet dhe i lutet Allahu Gjeleshanu nuk ja kthen duan e tij prapë. Njashtu duhet njeriu të kërkojë disa gjendje në të cilat gjendja Allahu Gjeleshanu nuk e kthen duan prapë. Sikur është për shembull koha mes ezanit dhe ikametit. Çdo herë koha e cila është mes ezanit, pasi që muezini përfundon ezanin, dhe përpara se muezini të bëj ikamet për faljen e namazit, dhe qofse jashtë sunetit në gjendje në një kohë të ri, lutë Allahu Gjeleshanu, se në këtë kohë kthehet duaja pas. Pra ka disa çaste, disa gjendje të cilat njeriu nuk i kthehet duaja, pra kërkohet për njeriu që ai të shfrytëzojë të gjëra. Jashtu prej gjërave të cilat me të cilat tregon njeriu edukat gjatë duas është njeriu të kthehet nga kibla për të dua. Pra njeriu mund të bëjë dua në cilën anë të dëshirojë, por më e mira e sipërës është që gjatë duas njeriu të kthehet nga kibla dhe t'i çojë duart lart. Pra t'i çojë duart lart. A ka nevojë që njeriu të çojë zërin e lart? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu fuqiplot është i shkurtër, i ndëgjon duart tuaja. Andaj nuk ka nevojë që njëri prej jush të bëjë dua ta çon zërin lart. Pra e tjetë ajo duaja mes teje dhe mes kujt, mes krijuesit tënd. Në përjashtim të bëjmë njerëzit, pra si që bëjmë ne para namazit, gjumaz të vashë. E qoftë është duaja e veçantë, atëherë zëri i tjetë i ullët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa hadithe ne nëzit që të bëjmë dua. Neve në të regon se njeriu i cili bën dua nuk ka mundësi që të punë asnjëherë. Në qoftë se ai i ka çuar duart dhe ka thënë o Allah, o Zoti im më ndihmo, tad ai nuk ka mundësi që apo nuk ka mundësi që ta bëj dua dhe mos fitoj njërën për tre gjërave.
cilat janë ata? Thëtë, ose Allahu një përgjigjet me njëherë duas ati, ose Allahu që këshanë mos i përgjigjet në dunja, por t'ja ruaj dua për në ahiret, ose Allahu që këshanë shkallë i asaj duaj që bën, të t'je largojnë në të keqe që i tjenë ati. Pra, çdo herë do të kemi të bindur se të prej duas, njeriu nuk shef dëmë. Ndoshta është përgjigjur Allahu që këshanë apo ti nuk duket se Allahu Gjeleshanu nuk është përgjigjur, por ti jesh i bindur se ajo duaja që ka e të bërë, ajo fjala që ka thënë ti o Zoti im, ka zënë dhe dikut. Nuk ka shkuar në vesh të shkuar. Allahu Gjeleshanu nuk është i shkuar. Allahu Gjeleshanu nuk është fukara dhe nuk ka mundësi që të dalë Zot me një duave. E qoftë se të gjithë njerëzit kërkojnë çdo gjë për Allahu Gjeleshanu dhe janë të sinqertë Allahu Gjeleshanu u e papire dhe nuk të fukara. Pra ne duhet ta kemi parasysh kur bëjmë dua kujt i kërkojmë. Ne i kërkojmë krijuesit të çdo gjëje. Pra i kërkojsh krijuesit që të të apë diçka e cila është e krijuar nga vetë ai. Pra është shumë e lehtë për Allahu Gjeleshanu që të realizojë dëshirën. Vetëm është e rëndë që njeriu i bëj atë kushtet që ka i përmendur. Pra, në qoftë se nuk të është pranuar duaja, zakonisht duhet të falësh vetën tënde. Pra, a thua vallë. A thua vallë, unë i kam përcaktuar kushtet. Të a thua vallë, duaja ime është e sinqertë. A thua vallë, unë jam i sinqertë për të thënë Zoti im. Allahu të gjiblotë në ajetë prorok thënë: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." E kam thirrë për të dhënë me kërkuari Allahu. A është Zoti i lartë me të thrasit me atë? Zbreta jetë prorok Allahu Gjeleshanu dhe për të pjesë ti për Zotin tënde u kërkua thuaj unë jam afër. Pra çdo kush le ta di se Zoti im është afër nesh. Zoti im i ndëgjon lutjet tona. Ujibu da'wat ad-da'i. Thot unë i përgjigjem lutjes se lutësve ku më bëjnë dua mua. Pra, të gjëra duhet të kemi parasysh çdo herë. Ka edhe shumë hadithe në të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na flet për duan, por pasi që filloi ezanin të fillit, ne kaq do mjaftohen në ders, lutem Allahu që të shaqojmë që të na bëjë të cilat vazhdimisht, lutem Allahu që të do vazhdimisht kërkesat ja parashtrojmë vetëm Allahu që të shaqojmë dhe kërkesat e tjera asesi të parashtrojmë pjesat e Allahut që do. Pra me kaq do fundohen të kemi dua hatmesh, kemi të hitesh